Puthjaj që ndryshoi lojën. Brenda shtëpisë së Big Brother, çdo gjë duket si lojë derisa një moment bëhet real. Gimbo ishte ulur pranë Selinit në divanin e madh në sallon. Dritat e forta të shtëpisë pasqyroheshin në xhamat e mëdhenj, ndërsa mikrofonët kapnin çdo të qeshur, çdo pëshertim. Ishte një nga ato mbrëmje kur tensioni i nominimeve ishte zbehur dhe banorët po kërkonin pak ajër, pak humor. Selini po qeshte. Ajo kishte atë të qeshurën që të bënte ta shikoje 2 herë, jo sepse ishte e lartë, por sepse ishte e sinqertë. Gimbo po e ngacmonte me batuta të lehta, duke e shtyrë me shpatull, duke i hedhur ndonjë shikim provokues. Mos u afro shumë, i tha ajo duke qeshur. Pse? Ke frikë? Ja ktheu ai me buzëqeshje sfiduese. Në atë moment, gjithçka dukej si lojë. Kamera e kuqe mbi ta rrotullohej ngadalë. Banorët e tjerë po shikonin nga kuzhina, disa me buzëqeshje, disa me kureshtje. Por ndonjëherë, një sekond mjafton që loja të dalë nga kontrolli. Gimbo, i shtyr nga adrenalina, nga afrimiteti, nga ideja se ndoshta edhe ajo po e ndjente të njëjtën gjë u përkul papritur dhe e puthi Selinin. Nuk ishte një puthje e gjallë. Ishte e shpejtë, instinktive, por mjaftueshëm për të ndalur kohën. Një heshtje e rëndë ra në sallon. Selini u ngrit menjëherë në këmbë. Syt i ndryshuan. Nuk ishte më ajo vajza që po qeshte pak sekonda më parë. Ishte e habitur, e prekur, e zemëruar. Çfarë bën ti? Zëri i saj nuk ishte i lartë, por ishte i prerë. Gimbo u përpoq të buzëqeshte, si për ta kthyer në shaka. Ishte thjesht. Shpulla erdhi para se fjalia të mbaronte. Një tingull i thatë që u përhap në për sallon. Mikrofonët e kapën. Kamerat e fokusuan. Mos guxo, tha Selini me zë që i dridhej mes zemërimit dhe zhgënjimit. Nuk isha dakord. Ajo e pa drejt në sy. Ignorant. Fjala ra më rënd se shpulla. Pastaj u kthye dhe u largua drejt dhomës së gjumit me hapa të shpejtë. Dera u mbyll pas saj me një zhurmë të lehtë, por që në atë moment dukej si një krismë. Gimbo mbeti i ulur. Faqja i diqte, por më shumë se lëkura, i diqte krenaria. Dhe ndoshta ndërgjegjja. Ai nuk kishte menduar se do përfundonte kështu. Në mendjen e tij ishte flirt. Ishte moment. Ishte kimi. Por kishte harruar diçka thelbësore. Pëlqimi nuk është leje.